Komuna e Kërçovës së fundmi ka vendosur panele fotovoltaike në kulmin e palestrës së sportit pranë shkollës fillore qendrore Regj Rushid Zajazi. Megjithatë, objekti i palestrës i ndërtuar prej vitesh vazhdon të mbetet jashtë funksionit dhe nuk shfrytëzohet nga nxënësit, pasi në dokumenta zyrtar ai nuk figuron si objekt ekzistues. Për këtë çështje ka folur edhe drejtori i shkollës Naser Ismaili, i cili i ftuar në emisionin Nën Thjerëzën e Uskanës, theksoi se pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme për kompletimin e dokumentacionit dhe lëshimin e palestrës në përdorim, deri më tani kjo problematik nuk ka gjetur zgjidhje. Sipas drejtorit, mungesa e dokumenteve përkatëse bën të pamundur shfrytëzimin e objektit nga nxënësit, ndërkohë që nga Komuna e Kërçovës së fundmi janë ndërmarrë investime shtesë, si vendosja e paneleve fotovoltaike në një objekt që zyrtarisht nuk figuron. Salla e sportit për momentin qëndron ashtu, por këtu do të shfrytëzoj rastin sepse u fillua që të realizohet, që të rregullohen dokumentacionet e sallës së sportit. Për momentin janë në komunë, janë duke ishin më saktë, tash nuk e di deri ku është me ndryshimin e kryetarit të komunës. Filluan të përgatitet një tender, sa kam dëgjuar, një tender që të mund të kompletohet salla e sportit ashtu siç duhet, edhe të vendosen, siç e thash edhe më herët, në sallën e sportit ajo si objekt nuk figuron kërkundi, ndërsa ne kemi panelet fotovoltaike që u vendosën para 3 ditëve në shkollën tonë. Besoj se përderisa u vendosën panelet fotovoltaike, besoj edhe salla e sportit të mund të hapet, edhe është koha, edhe nuk është në rregull që ajo sallë të jetë ashtu mbi 14 vite. Unë kam qenë nxënës kur ajo sallë ka filluar të ndërtohet, që nuk është në rregull. Këtu tash pa më parasysh, nuk du të ikë përgjegjësisë, është faji im i udhëhecive paraprake, që ndoshta nuk e kemi dhënë mundin e duhur që ajo sallë të hapet, por realisht aty duhet të vënë dorë të gjithë që sallat e sportit të funksionojë ashtu siç duhet. Përpjekja nga ana juaj nuk ka munguar. Jo, vazhdimisht jam përpjekur. Mos them çdo muaj, kam përgatitur dokumentacione të ndryshme, jam munduar edhe me prindrit, në bashkëpunim me prindrit, kemi çuar ankesa të ndryshme në komunë, në Ministrinë të Arsimit, për herë kemi hasur se jo është e Ministrisë së Pushtetit Lokal, jo është e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, jo agjencionit, pa më parasysh salla duhet hapet.